Shqipëria është një shtet i vogël në zemër të gadishullit ballkanik. Ajo ka një pozitë gjeografike mjaft të favorshme dhe laget nga deti Adriatik dhe Jon, që mundsojnë lidhjen detare me shtetet fqinje. Shqipëria njihet si një vend me relief malor, sepse një pjesë të mirë të territorit e zën malet, por në fakt kjo nuk është e gjitha, sepse ndryshe nga shumë vende të tjera, Shqipëria ka një larmi elementesh dalluese. Pjesa perëndimore, ku përmenden qytete si Durrësi, Fieri, Vlora e të tjerë, ka një relief fushor dhe mbi të gjitha, shumë prej tyre janë qytete bregdetare. Pjesa veriore, lindore dhe ajo juglindore ka një relief malor, të ndërthurur me vargje kodrinore. Pjesa tipike malore përfaqësohet nga Alpet dhe nga Mali Korab, me pikën më të lartë për 2751 metrave. Natyrisht, secili rajon karakterizohet nga veçori të ndryshme, duke krijuar një shumëllojshmëri të faunës dhe florës, si dhe të elementeve klimaterik. Nga këndvështrimi historik, Shqipëria ka kaluar periudha nga më të ndryshmet dhe njëkohësisht të vështira, duke sjellë një lloj izolimi për vite me radhë nga bota e zhvilluar. Sot, demokracia u ka hapur shumë rrugë të gjithë shqiptarëve dhe njëkohësisht edhe të huajve, duke ju dhënë mundësinë që të vizitojnë Shqipërinë. Tirana, kryeqyteti i vendit tonë, ka marrë pamjen e një qyteti metropol, një numër i madh popullsie, zgjedhje pafund dhe mundësi zhvillimi. Mirëpo nga ana tjetër, qëndron harku kohor historik dhe natyror. Bukuritë e pafundme të qindra kilometrave vije bregdetare, madhështia e rrënojave historike të qyteteve ilire, si dhe çdo element tjetër që e plotëson atë. Prandaj, Shqipëria, edhe pse një vend i vogël dhe në zhvillim, është një mundësi e madhe për të gjithë ata që kanë kurreshtjen dhe interesin për ta vizituar, por edhe për të gjithë ata që kanë dëgjuar shumë pak të flitet për të.